Koalicioni i LDK-s me vetëvendosje në Vushtrën gjallë reagime në kryesinë e LDK-s, ata thënë se ky veprim do të ndëshkohet. Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar ndaj marrëveshjes së Xhafer Tahirit me vetëvendosjen për balotazhin në Vushtrë. LDK-ja njofton se kjo marrëveshje është bërë pa autorizimin e kryesisë dhe si e tillë do të ndërmerren masa. Lidhja Demokratike e Kosovës njofton antarësinë e vet dhe publikun e gjerë se nuk ka autorizuar dhe nuk autorizon asnjë koalicion lokal pa ndjekur procedurat statutore të partisë. Veprimet e kandidatit tonë në Vushtrë për të lidhur koalicion me një parti tjetër janë veprime individuale të papranueshme dhe në kundërshtim me procedurat statutore të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndërkaq Albin Kurti, njëherët edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ka bërë thirrje që të punohet që koalicioni me LDK në Vushtrë të kthehet në bashkëqeverisje. Ai ka thënë se më 9 nëntor ky koalicion duhet të qeverisë për të mirën e qytetarëve, kurse kandidati i LDK-s në zgjedhjet e 12 tetorit Xhafer Tahiri tha se këtë koalicion e ka bërë për t'ia kthyer të mirën lëvizjes vetëvendosje, e cila kishte mbështetur në vitin 2017. Në emër tim, në emër të kryesisë së LDK-s në Vushtrë dhe në emër të asamblezëve, më lejoni t'ju falenderoj për prezencën e juaj dhe them se kjo marrëveshje nuk është kundër askujt, por është për qytetarët në Vushtrë. Duke qenë besimtar, unë besoj se e mira duhet të kthehet me të mirë. Në vitin 2017 vetëvendosja ka mbështetur ndryshimin në Vushtrë, sot LDK-ja e kthen në Vushtrë këtë mbështetje në qytetin e Vushtrës, tha Tahiri.